Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Shkojmë të pyetja fatvaja e radhës sa i përket agjërimit, koha e niyetit për agjërim. Kur duhet të bëjë niyet për agjërim? Sa i përket niyetit, së pari duhet ta kuptojmë apo ta kemi parasysh se veprat nuk pranohen pa niyet. Për atë arsye, kur kemi folë për definicionin e agjërimit, kemi thënë me nejt pa humër dhe pa pi me niyet. Çdo amel, çdo vepër e mirë duhet shoqërohet me niyet. Përndryshe, nëse vepra kryhet, por nuk bëhet niyet për Zotin, ai nuk pranohet te Allahu i madhruar. Për shembull, rën dikush pa hunger edhe pa pi, thjesht për diet, apo rën pa hunger edhe pa pi, për me shoqëru e mikun e vet, shokun e vet, pse ai pa agjeron, e këmë solidarizu me te. Apo, të namazi, nëse dikush falet, por për gjimnastik, e kështu me radhë, të në veprat, apo shkon haqë, vizit, me pa të vendet turistike, apo jep, para dikuj, sadaka limosh, por nuk e bën niyet për zeqat. Të në këto ndikojnë që ameli vepra ati personi mos të pranohet. Për atë arsye, niyeti është kusht tek të gjitha ibadetet apo adhurimet. Ne e bëjmë ibadetin, por e bëjmë niyet. E vendosim me bë për Allahun e madhruar. Tek niyeti kemi disa mesele, disa çështje. E para, niyeti duhet bëhet me zemër, apo niyeti vendin e ka në zemër. Zemra e din, mendja njeriu të din se çka po vendos. Për shembull, unë jam zgjuar në sefer, po ha sefer, unë nuk jam zgjuar që jam und, por jam zgjuar për faktin se pa agjeraj, e kam atë bindje, ajo është parimi im, ajo është shkaku dhe arsyeja pse unë pa ha sefer. Dhe në mendjen tënde, në shpirtin tënd, e ke qartë se ti sot pa agjeron. Megjithatë, edhe nëse bëhet niyet me gojë, pra me niyet me gojë nuk ka niyet më bë, nuk ka nevojë me bën niyet me gojë, por nëse bëhet niyet me gojë, për faktin se je po tuteme, je po du mja prezentu vetës niyetin në zemër, mos i pengoni njerëzit, se që është rastet tek disa pleq të vjetër, të cilët janë shumë të shqetësuar, pa bën niyet me gojë, qoftë në namaz e qoftë në agjerim, nafile ta bajnë. Por më rëndësi është kuptohet se niyeti vendin e ka në zemër, në mendje. Çfarë do të thotë se nëse nuk e bën me gojë fare, nuk prish punë. Nëse bën me gojë por e bën dallash, e bën keq. Se goja ka njëherë lapsos, gabon, prap nuk prish punë. Më rëndësi është në zemër, në mendjen tonë, me pas niyet, me bën niyet, me vendos për me agjëruar ditë Ramazanin. Prej pikave tjera që do të shqarojmë tek niyeti, niyeti Ramazanit duhet bëhet çdo ditë veç e veç. Dikush thot, mjafton një niyet i Ramazanit ditën e parë, vendose me agjëru këtë muaj Ramazan deri në fund edhe kaq. Jo. Sahih kështu ka thënë Imam Maliku, por jo. Çdo ditë duhet bëhet niyet veç e veç. Pse? Sepse dita e sotit Ramazan
nuk ka të bëjmë ditën e nesërme. Muaj Ramazan është i përbërë për 30 ditësh apo 29, por secila është ndarë veç. Për faktin se nëse prish një ditë Ramazan, nuk të prishet dita më herët apo dita më vonë që vjen. Nuk të prishet, ai mbetet për veti, kjo është prish për veti. Po, apo nëse agjeron ditë Ramazan, nuk të thë që ka agjeron ditën e dytë. Dikush, ndoshta agjeron gjysmën e Ramazanit, se agjeron krejt. Çfarë do të qoftë arsye? Nuk mund të themi se ka agjeru krejt, as mund të themi se ka agjeru fare. Pra të arsye çdo ditë është ibadet në veti, duhet shoqërohet me niyet. Niyeti do të bëhet për çdo ditë. Koha se kur me bën niyet. Niyeti duhet bëhet gjatë natës. Sepse është një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, men lam yubayyit niyya fil asiyamala. Ai që nuk e ka bën niyet natën, nuk i numërohet niyeti tina, dhe kështu kanë thënë shumica dërmuese e ulemave, niyeti do të bëhet natën. E nata fillon me perëndimin e diellit deri në përfundim të imsakut, kur më dhe nuk e drejt me hangër e me pi. Kjo është esenca se kur do të më bën niyet natën. Megjithatë, mund të ndodhë që njeriu harron me bën niyet fare. Për shembull, rënta natën qot, dhe ai po ka hangër iftar, por diku ka gjysmë e natës, tashmë është në tu, dhe hanë buk shumë. Nuk hanë për ma gjeru, por hanë pëse është në tu, dhe se ka bo niyet fare, dhe zënë sabaho, dhe harran, dhe bjen mend mas kohës së fyrit, e bën niyet qatë herë. Për atë arsye, kanë thonë, niyetin namazë në agjerim farz, bën me shtyje në maksimum, deri në mes ditë. Kjo deri në mes ditë, për faktin se nëse bën para mes dite, të ka me gjysmë e ditës e më shumë. Dhe gjysmë e ditës e më shumë të ka me, dhe aty fillon e bën niyet, e shumica, dhe me thotë ka mbet shumica zakonisht e ka dispozitën hukmin e të tërës. Përkundër faktit, nëse të ka ikë shumica e ditës pa agjeru, pa e bën niyet, të prap do të me vazhdo agjerimin, por nuk të mërohet ajo ditë. Pra, vlen niyeti maksimumi deri në mes ditë. Pastaj, është një hadith pejgamberit që vërtetën këtë gjithashtu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka urdhëruar një njeri që me dalë me thirr tek njerëz, o ju njerëz, ai cili nuk ka hangër kur gjë ende, le ta agjeron këtë ditë, se sot është dita e Ashurave. Ka fjalë rreth këtij hadithit, për faktin se kur është thanë, dhe ka qenë dita e Ashurave farz, vajib në fillim të Islamit, e që është një mendim i fortë, se ka qenë vajib, sepse pejgamberi po urdhëron me agjeru, pra para ditë kjo punë, kjo ka ndodhur pasi ka lind dielli, pasi njerëz kanë filluar me dalë në për rrugë, në për qytet, dhe pejgamberi ka dëshmë kujtu njerëz se është dita e Ashurave, dita 10, ai i cili ka hangër, tashmë le ta bënit me agjeru, se ka ditë, ndërsa ai i cili nuk e ka bën niyet, nuk ka hangër asgjë, mos han le ta bën niyet me agjeru. Hadith është Bukhari. Pra, niyeti duhet bëhet natën maksimumi para dite, deri para drekës, deri para mesit ditës, dhe nëse të nxan dreka, që shëndo gjymasha, bin flajnë natën, me shpresë që quhet në sefer, por as nuk quhet sefer, as nuk quhet për sabah, as nuk quhet deri në drek, kur të quhet dikur për 100 ditë azama pa nakshëm. Ky person, agjerimi i tij nuk pranohet çat ditë. Agjerimi i tij nuk pranohet sepse shumica e ditës së agjerimit i ka kaluar pa niyet. Kë do të vazhdoj me nejt pa hangër pa pi me agjeru deri në mbrëmje, se shaj respekti për kohën e agjerimit, por duhet ta bëj kaza mas andej një ditë për një ditë. Agjerimi nafile apo vullnetar, se agjerimi kemi lloj-lloje, kemi thënë edhe më herët. Agjerimi nafile apo vullnetar
mund bëhet njet natën që është më mirë, por s'prish punë fare me u bë njet edhe para dite deri në mesditë. Kjo për faktin se transmeton Aisha radiallahu anha thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam إذا دخل علينا فقال هل عندكم طعام فإذا قلنا لا قال إني صائم. Aisha thot kur hynte tek ne pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hynte pra kthente në shtëpi vet. Mas sabahut para ditë kthente në shtëpi vet. Atë qoftë në dhomë të Aishës, qoftë në dhomë të cilës do gru tjetër, dhe na pyeste, a ka diçka me hangër, për kaftjall për mëngjes, a ka diçka me hangër. Nëse kishëm, i afronë pejgamberit alayhi salatu wassalam, por ndodhte që nuk kishëm kur gjë në shtëpitë tonë. E kur i thashëm pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jo ja Rasulullah, nuk kemi kur gjë, bashkë kur gjë, shtëpia është thatë, asnjë lloj ushqimi nuk e kemi. Ai thonte, idhen inni saim, atëherë pra unë jam agjërueshëm. Atëherë pra unë jam agjërueshëm, jep me kuptu se atë e bënte një agjërimin. Atë për atë e bënte një dhe vendoste me agjëru. Kur para dite ka kalu ku e së fyrit, por kjo nafile nuk është farz. Pra, s'prish pun nafile, njeriu kur zohet për gjumit, zohet njeriu për gjumit, dhe ka qef me bunjet me agjeru i teket, nuk ka qënë se fër tanëve, tajteve, dhe të mesmet mujt. E ka falë sabajin për ara me fjetë prap, apo në sabaj ka kujtu, thët, ku, harrova më që për se fër, po ta që me agjeru ditën e sotit. S'prish pun bëni njetë që atë, apo bëni njetë kur që është para ditën, për nësishë mes me të zanë drejka. Dërsa llojet e agjerimit që janë kaza, sepse kemi dhe agjerimit të cilat janë kaza, ka pas arsye gjatë Ramazanit e ka prish, tash e bën kaza, apo agjerimi kafareteve i nëdherve është zotue se ka me agjeru, këtu pa tjetër, këtu llojet e agjerimit duhet bëhen natën. Pra nuk pranohet agjerimi, dikush që ka me bë kaza agjerimin, o qunë sabah dhe thot valla diçka, pa agjerejset për bëj njetë për një ditë kaza që më kam jetë me heret. Ja, ka qenë dasht natën me bë njetë për me agjeru një ditë kaza. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.